Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV për të ndarë edhe një herë ngjarjen më të dhimbshme që në fakt ka ndodhur ditët e fundit në shtëpinë e Big Brotherit, largimin e banores më të fuqishme, një nga banorët që synonte për në finale Egli Tako. Një temë e diskutuar shumë, shëndeti i saj, depresioni, çfarë është depresioni dhe sidomos se si mund një vajzë e cila ka rënë prele të themi e një dashurie të parealizuar të kaloj nga ky depresion. Në Fan Club sot u trajtua dhe tema Eglit, ku u tha që Egli është në një depresion shumë të rëndë, ndjekën edhe kura mjekësore, gjendja e saj është shumë e përkeqësuar, situata e saj është shumë e përkeqësuar dhe ka shumë të vështirë ta tejkalon. Nuk ka shumë qasje në rrjetet sociale për faktin që mos merr energji të tjera negative dhe të shprehurit dhe mënyra se si duhet të qasen me të duhet jetë shumë delikate. Ne kemi arritur të komunikojmë me një doktor specialist, zotin Vasko, të cilin e falenderoj shumë që në një mënyrë të thjesht edhe të shpejt na u përgjigj se si mundet një personazh i tillë, një njerëz i tillë, një figurë publike, duke e ditur dhe përgjegjësinë e madhe të publikut se sa e ka, duke e ditur dhe interesin e madh të publikut se sa e ka, të kaloj një fazë kaq të rëndë që është një ndër fazat më të këqija. Domethënë janë 6 faza që një njerëz duhet t'i kalojë, që unë tashmë dua t'i ndaj me ju se çfarë ka thënë specialisti Vasko. Doktor Vasko, një specialist i njohur psikolog, ka ndarë një kronologji të qartë dhe të detajuar mbi mënyrat se si një vajzë mund të kalojë një fazë të rëndë psikologjike pas një zhgënjimi dashurie. Një proces që shpesh mund të çojë në depresion të thellë, si rasti i njohur i Egli Tako, banorja e Big Brother, e cila përjetoi një krizë emocionale pas ndarjes me Gjestin. Faza e parë, pranimi i dhimbjes. Doktor Vasko thekson se hapi i parë dhe më i rëndësishëm është pranimi i ndjenjave. Shpesh njerëzit tentojnë të shtypin emocionet e tyre duke menduar se kështu do të kalojnë më shpejt dhimbjen. Sipas tij, vajza duhet lejoj veten të ndjej trishtim, zemërim, madje edhe boshlik. Kjo është një pjesë e natyrshme e procesit të shërimit. Do me thënë, reagimi i fundit i Eglit ka qenë që unë ndjej një boshllëk në veten time, nuk mundem si do ta shpjegoj këtë gjë. Do me thënë, është një aty ne kuptojmë që Egli po kalon një depresion shumë të madh, Egli po kalon një dhimbje shumë të madhe shpirtërore dhe situata është shumë serioze, do me thënë situata është tepër serioze, ku dhe doktor Vasko këtë thekson, do me thënë sipas tij vajza duhet lejoj veten të ndjej trishtimin, gjë të cilën Egli e ndjen tashmë, zemërimin, të cilin e tregoi mbrëm me postimin që bëri që mos lejoni kur lotët e një vajzës të binë në tokë sepse Zoti numëron çdo lot që bie, madje dhe boshlllikun që Egli e ka shprehur ditë më parë që ndjen një boshllok shumë të madh. Kjo thotë është një pjesë e natyrshme e procesit të shërimit. Më pas faza e dytë, kërkimi i mbështetjes emocionale. Është jetike që personit mos izolohet. Doktor Vasko sugjeron të flasësh me miq të besuar, familjar ose një terapist. Në rastin e Eglit, një mbështetje fortë sociale do ta kishte ndihmuar të mos zhytet më thellë në mendimet negative. Do me thënë, është shumë me vlerë, është shumë e rëndësishme për Eglin ajo se çfarë ne themi në për emisione, ajo se çfarë ne si e gjykojmë atë, ajo se çfarë ne komentojmë, sepse tek Egli tashmë ndikojnë edhe shumë komente. Do me thënë komente që po lexon në rrjetet sociale, ka një vrull komentesh, ka një vrull qëndrimesh, disa e ofendojnë pafund Eglin dhe qëndrimin e saj, disa e ofendojnë pafund Gjestin dhe qëndrimin e tij. Do me thënë duhet jemi shumë të vëmendshëm në mënyrën se si ne shprehemi tek Egli dhe se si ne komentojmë tek ajo, duhet i japim shumë vullnet, duhet i japim shumë dashuri, sepse në fund të ditës Egli nuk bëri asnjë gjë të keqe, ajo thjesht dashuroi dhe të gjitha këto emisione që mbahen me panele, që mbahen me opinionistë, që mbahen me analistë, e dëmtojnë edhe më shumë Eglin dhe e godasin edhe më shumë Eglin. Do me thënë, e shkatrojnë edhe më shumë Eglin shpirtërisht. Faza e tretë, kuptimi i realitetit dhe ndarja nga iluzionet. Shpesh një dashuri e humbur idealizohet në mendjen e personit.
Doktor Vasco këshillon të punohet mbi këtë aspekt, duke analizuar objektivisht marrëdhënien. Çfarë nuk shkonte, cilat ishin probleme që ignoruan. Kjo i ndihmon vajzat të kuptojnë se ndarja nuk është fundi i botës, por është një mësim. Domethënë tani Egli duhet të punojë me veten e saj, duke u munduar që të kuptojë se pse nuk duhet të jetë aq e afërt, pse nuk duhet të jetë aq e dhënë, pse nuk duhet të qëndroj aq pranë një personit, sepse po bëhet shumë e lotshme, po bëhet shumë e neveritshme, dhe bota nuk është aq e ëmbël, dhe bota nuk është aq e dashur që Egli të jep aq shumë dashuri. Egli duhet njëherë pikëpari të respektoj veten e saj, duhet të respektoj njeriu që ajo është, duhet të respektoj qëllimin e saj pa marrë parasysh se çfarë do t'i surprizoj zemra e Eglit në atë moment, dhe duhet të ndërtoj imazhin e bukur të saj, asnjë gjë tjetër. Në fund të ditës, çfarë do të mbetën pak në këtë zemër, një femër mund t'ia jep një mashkullit dhe jo të lëshoj rënjë dhe jo të shkatërroj veten tek një mashkull sepse po bën gabimin më të madh të vetes së saj. Pjesa e katërt është kjo. Fokusi në vete dhe rindërtimi personal. Pas ndarjes është e rëndësishme që personi të kthehet tek vetja. Doktor Vasco sugjeron aktivitete që sjellin kënaqësi personale. Sport, art, lexime frymëzuese. Vajza duhet të zbulojë pasionet e saj dhe të ndërtojë një jetë të mbushur me qëllime personale. Domethënë tashmë Egli duhet merret me krejtësisht gjë tjetër, të paktën edhe Big Brotherin më nuk duhet ta ndjekën, vetëm e vetëm të qetësoj veten e saj, vetëm e vetëm të qartësoj veten e saj, sepse Egli mund të preket nga një fjalë që për shembull Gjesti mund ta thotë, apo Rozana mund ta thotë, apo Ledioni mund ta thotë, apo Arbri mund ta thotë, dhe ajo mund ta vuan shumë, mund ta përjetojë shumë keq, mund të bëhet shumë keq dhe me thënë do ta çojë në një depresion edhe më të rëndë, edhe më të thellë, edhe më të papërballueshëm drejt saj. Dhe faza e 5 është terapia psikologjike dhe teknikat praktike. Nëse depresioni bëhet i rëndë, në rastin që është Egli, kërkimi i ndihmës profesionale nuk është dobësi, por forcë. Doktor Vasco përdor teknika si terapia konjektive, behaviorale, CBT quhet, për të identifikuar mendimet negative dhe për t'i zëvendësuar me ato konstruktive, meditim dhe ushtrimet e frymëmarrjes për të qetësuar ankthin dhe ditar emocional për të shprehur ndjenjat dhe për të ndjekur përparimin. Domethënë është shumë e rëndësishme që një person i cili vuan një moment të tillë të merr një ditar dhe le të shkruan atë se çfarë po ndjen dhe le ta lënë fiks në atë të flet për ta tejkaluar, për ta mposhtur këtë krizë të madhe emocionale që po kalon. Domethënë, Egli këtë krizën e ka patur dhe në raportin me Olsin, pasi që ka dalur, ka folur nëpër media dhe ka treguar që ka kaluar kriza të rënda të ankthit, depresionit. Domethënë, është një njerëz që është si ato lule mos më prek, se po më prek unë shkatrohem. Domethënë, kjo po e shkatron Eglin dhe jo vetëm Eglin, po shkatron dhe familjen e saj. Por tashmë këtë krizë emocionale që ndoshta Egli nuk e kishte të shëruar akoma dhe rihyri në Big Brother duke qenë akoma e pashëruar mirë në emocionet e saj, Egli e bëri dhe më keq, e ushqeu dhe ra në krizë kaq të rëndë të ankthit që është vërtet shumë e keqe për ta përballuar. Dhe faza e 6 është ndërtimi i një të ardhme të re. Faza përfundimtare është të fillosh të shohësh përpara. Doktor Vasco thekson se dashuria e humbur është një kapitull, jo libër i jetës. Domethënë një kapitull, jo i gjithë libri. Vajzat duhet të krijojnë sinime të reja, të hapen për mundësi të reja dhe të kujtojnë se çdo dhimbje një ditë zbutet. Përfundimisht ai përmbyll me një mesazh: shërimi është një udhëtim, jo një destinacion. Është në rregull të ndalosh, të qash, por gjithmonë duhet të ngrihesh dhe të ecësh përpara. Kjo kronologji jo vetëm do t'i ndihmon vajzat si Egli, por çdo person që kalon një krizë emocionale të ngjashme. Dashuria mund të lëndon, por nuk duhet të thyej shpirtin. E dashur Egli, vazhdo e fuqishme, Gjesti po ta qartëson edhe në mesazhet që po t'i jep, sepse mundohet që të ndihmon që ti mos të vuash dhe ta kuptosh që në këtë botë është e bukur të jetosh. Motra jote të dha mesazhin që shijoj Big Brotherin, shijoj këtë eksperiencë si një herë të jepet në jetë,
Ti publikun e ke në krah, ti dashurinë e publikut e ke në krah, publiku të do gjithmonë, mos jeto me turp se s'ke bo turp, mos jeto me ankte se s'ke bo asnjë gjë, thjesht ke treguar atë vajzën e vërtet, thjesht ke treguar atë vajzën e sinqert. Mëso nga jeta, respekto veten, dashuro veten dhe jeto për atë që je. Unë uroj me zemër që ta kalosh sa më shpejt, të na sjellësh një këngë shumë të bukur, sepse ne kemi nevojë për zërin tënd. Kur mbrëm dëgjonim zërin tënd te kënga që kishe kënduar me Rozanën, na dhimbsteshe, na dhimbte shpirti. Duam të shohim sa më shpejt në intervistë, bëju effort, qohu në këmbë dhe trego Eglin që je, sepse je vajza më e mrekullueshme që njohim. Dhe ne përmetarët nuk i njohim për njerëz të dobët, por i njohim për njerëzit të cilët gjithmonë kanë treguar fuqi, kanë treguar vlera, kanë treguar njeriu dhe të shohim teksa ti po duart roket dhe po brohorit për gjestin tënd. Jo të lëshohesh kështu në tokë. Qoftë edhe një shoqëri, le ta shohim Eglin më të fuqishme se kur.